njoftojmë me veprimtarinë e ambasadorit dhe liderit të paqes botërore, zotërit Tahir Shabani. Kam kënaqësi që edhe sot ju kemi në studion e televizionit të UTA, mirë se na vini. Edhe për neve është nder, që kur televizon nga troje shqiptare, i ktheu Molqinit, është një shtesë nostalgjie për çështjen për shqiptarinë dhe për troje shqiptarë. Shumë faleminderit për pritjen. Kënaqësi. Ne kemi pasur, le të themi, rastin të flasim me juve për fillesat e juaja dhe për, le të themi, për gjithë karrierën tuaj. Por në këtë vitin e fundit apo në këto muaj që ne ndoshta nuk kemi pasur këto kontakte, çfarë mund të themi, cilat kanë qenë angazhimet e juaja në të gjitha trojet shqiptare, jo vetëm edhe në diasporë, ku kemi një numër të madh të shqiptarëve. Me qënësie në festat nëntorit, përgatitën, në Shkodër ishin gjithë flamojt shqiptarë, urova dhe prefektën e qarkut të Shkodrës për 28 nëntorin, ta kisha një takim miqësor dhe përkraje për bashkëpunimin ndërkombëtare. Ne kena filluan këtë kohën e fundit, pas një konvent e bashkëpunimit me komunat franceze, këm startu shkollën e parë Shqipe. Është krenaria dhe kënaqësi, ata nxënësa shqiptarë të mësojnë alfabetin, të artikulojnë gjuhën shqipe, janë rritur me prind, dhe ushtu një nostalgji, është edhe i lajmi shumë fisht, se përballë kësaj shkolle ka kalu një mesazh, po pres negociata me përfaqësi të ndryshme institucion franceze, të hapëm edhe 4-5 shkolla tjera. Kjo është një kapitull i veçantë, një kapitull i ndritur për çështjen shqiptare, për gjuhën, letërsinë. Si u arrit që të hapet kjo shkollë? Gjatë diskutimeve kem diskutuar me kryetarin e bashkisë, pastaj ka angazhuar, ka caktuar nën kryetarin për çështjen e shkollimit, çështjen shkollore. Ajo një zoj është Isabel Vanson, nën kryetar e bashkisë, falenderoj përzemërsisht për ata fëmijë shqiptar, kem diskutuar metodën pedagogjike, programin, përbërjen e nxënësave, sa më pak kem klasa aq më mirë është për mësimin e tyre. Tash shumë na ka rrit numri, do të kalojmë edhe një paralele, të morëm me 2 nivele, niveli më i lartë dhe niveli më i ulët në bazë moshave të tyre. Pastaj pas diskutimeve të kom paraqit edhe një nga profesoreshat shqiptare për kandidimin e saj për me mësu gjuhën shqipe fëmija shqiptar. Ajo ndërkohë bisedat, kjo që ka shumë nivel akademik edhe do të kujdeset për fëmijët, thash ka vullnetin e mirë edhe ne do të jem pjesë integrimi duke ruajt kulturën, traditat dhe gjuhën e letërsinë shqipe. Pastaj Këshilli Bashkiak, ajo ka procedu me procedurat në kryesi të komunës, Këshilli Bashkiak e ka vendosur unanim, ka votuar për aprovimin e shkollës shqipe. Edhe kena startu me një konvent zyrtare, gjitha ajo zonë është e pa, nuk e beson kështë si u arrit, po përmes kulturës dhe diplomacisë kulturore, kena arrit. Unë bashkia kom qenë rezident, ajo ka titull nderi për 20 vite, kur e kem ndëru bashkin me Këshillin Bashkiak. Do të thotë unë me vite, me deseni komponuar, që të arrijen edhe të njifen të respektojnë nivel protokollar ndërkombëtar. Sa është interesimi i prindërve shqiptar tani për të sjellë fëmijët në një shkollë shqipe? Unë i falenderoj prindërit, në veçanti nënat shqiptare, që janë mobilizuar me të madhe, edhe kërkojnë vazhdimisht, a ka mundësi edhe unë të bëj fëmijën tim me një zonë më larg gjeografike. Kjo është me të vërtet një ndjenjë dhe një krenari, që nga unë është një motivim shtesë, që edhe në të zona, ku kem hapësirë shqiptare, ta zgjerojmë numrin e klasave dhe paraleleve. Pres me firmos konventa bashkëpunimi, me bashki deri 250-300 km larg. Do thotë kjo është një arritje edhe për balë kësaj, jam kontakt me institucionet në Kosovë, Ministrinë e Arsimit, na kanë pritur mirë, edhe do të na ndihmojnë edhe me tekstet shkollore, kurrikulat e arsimit, edhe metodat e gjuhës, që të respektojmë, punojmë me konform Ministrisë Arsimit, Shkencës dhe Kulturës shqiptare. Për balë kësaj, jem të diskutu me kryetarin e bashkisë së Fierit, kem fillu një bashkëpunim edhe me ta që qeveria shqiptare ma vonë të rregulloj mundësinë e bashkëpunimit bilateral, akademik, universitar dhe para universitar me Francën, që mësues shqiptar të legalizohen edhe të hinë sistemi shtetëror.
Kjo mund tjetë, unë jam të lubu në lubimin diplomatik për çështje shqiptare, nuk e kom dalur dhe do ta vazhdoj. Jemi në muajin nëntor, në muajin e shqiptarëve, kudo që jetojnë, edhe në diasporë, edhe në vendet shqiptare. Ne tani jemi në Ulqin, që njemi si pakic, le të themi, në Maltëzi. Në këtë udhtim nga Gjeneva që filloi nga Prishtina, apo jo, nga Prishtina, më pas në Shkodër edhe sot ja ku jemi në Ulqin, si e shihni ju pozitën e shqiptarëve në këtë nëntor, këtë vit? Çfarë të bën ndoshta krenar, por edhe çfarë të shqetëson në pozitën e tyre në gjitha trojet? Unë ndihem krenar kur festën e nëntorit, ditën e flamurit e festojnë bashkarisht, organizohen si në Mërgatu, në Kosovë, Shqipëri, pavarësisht festimeve. Unë më shqetësojnë edhe citatat, sidomos në Kosovë, kur përsëri do të shkod në zgjedhje parakoshme, ishëm vëzhgues për zgjedhjet lokale edhe për balotazh, isha vëzhgues edhe në Maqedoni për procesin zgjedhor për komunat. Kjo është një shqetësim se torturohet popullsia, maltretohen, shkojnë përsëri në votime, do të reflektojnë politika Kosovës në këtë drejtim. Do të reflektojnë se nga shkurti, non shkurti, deri më tani ka pas një vështërsi të madhe. Do thot protokolli i shtetit ka qenë shumë i vështërsi funksionimi i tij. Përfaqësi diplomatike kanë pas ndryshime këtë kohën e fundit në misionet diplomatike, se për përgatitur një diplomat duhet kohë, duhet vite të tëra. Një ambasador s'pokoj do në 12 vite për me arrit titull ambasador, përfaqësoj, po flas për nivelin karrierës diplomatike, se kemi edhe politik, edhe profesionist që kanë vazhduar me karrierën. E kjo është një shqetësim, kur kanë vështërsinë me këtë moment, kujtoj edhe punëtorët e televizionit Kosovës, që isha të bisedu me redaktor, kishte kohë 5-6 ditë pa marrë pagat. Ajo është një shqetësim. Vazhdojnë akoma të jenë në drejt, unë solidarizohem nga transmetuesi ju televizioni Koha, transmetohem me stafin e RTK-s, punojës në regji, në studio, të ata që janë në teren, që duhet mbrohen, duhet respektohen konventat kolektive, që më janë shtetëror me shtetit edhe stafëm. Prandaj edhe greva në shumë normali që du të protestohet edhe të kërkohen drejtat. Po, nuk e pritim, nuk e kom pritur që për festën e flamurit, me një pjesë teritorit shqiptar në Ulqin mund të festohet 28 nëntori, përshëndesëm gjithë qytetarët edhe urojmë trojet shqiptarët festojnë bashkarisht, gjithë ku gjindën, po përballë kësaj edhe vazhdojnë me drejtat e tyre. Unë jam respektu konventat kolektive, do të ngritit koeficienti i punës edhe i të gjithëve që punojnë në shërbim të shtetit. Të ndalemi edhe pak më shumë te Kosova, me qenë se keni vëzhguar zgjedhjet. Çfarë i pengon politikbërësit shqiptar që të jenë më të unifikuar? Si e mendoni ju? Si e shihni në këtë prizmë? Integrimet evropiane nuk di si kanë marrë ata politikanë në Kosovë, se integrimet nuk janë zgjuara zgjerimit dhe negociatat me Serbinë. Integrimet evropiane duhet shkojnë nga gjitha disiplinat dhe dikasteret e ndryshme. Mund të flitet për shëndetësinë, mund të flitet për sportin. Tani Kosova ka një përgjegjësi të madhe, është një nder, lojrat mesdhetare është vendosur që të bëhen në Kosovë. Atje Ministria Kulturës dhe Sportit, takova drejtorinë e sportit në Ministri të Kulturës. Edhe ata flisin me shqetësim, ne do të kemi një përgjegjësi të madhe, do të që politika nacionale me kryeqytetin të akordohen për lojrat të mëdha olimpike. Ne kemi, më të vërtet kena vështërsi, politika në Kosovë, ne kena kalu periudhën e umnikot, administrata e Bernard Kushnerit, administratorin nga Kombët e Bashkuara, ka kalu ai periudhë. Ne do të me menduan me vazhdu një jetë e reja, të vazhdoj shërbimi diplomatik, por Ministria e Jashtme nuk është ka funksionon ato që jena prit, këna prit shumë. Pastaj, me një qeveri ku nuk është Ministria Punës, Mirëqenie Sociale, ajo është përndarë në 3 ministrinë, financa, drejtësi dhe njëkohësisht
ministritet i shpërndajnë edhe gjitha të drejtori kanë marrë drejtime të ndryshme të kompetencat ekzekutive. Pastaj te Kosova është një fenomen interesant për të folë për audiencën e juaj, se kur kanë kalu ligjet kanë dalë konform Bashkimit Evropian. Edhe ato kanë dalë me pengesa, kanë dalë me vështirësi në nivel legislacioni. Legislacioni i Kosovës ka nevojë reformë. Ka nevojë reformë sidomos te kodi zgjedhor. Se kjo ka mbetë vendet e Ballkanit Perëndimor, në vendet e zonave të ndryshme të globit, këto balotazhet do të largohen nga kodi zgjedhor dhe të jetë një rond. Nëse ka vështirësi, për morëm shembull Zhenevën, një komunë nuk ka pas vrejtje për votën, ka kandidatë edhe andej shqiptar, e vetmja komunë që përsërit zgjedhjet, po jo të shkohet në balotazh. Tash nuk mund t'i mirët e drejta dhe imunitetit një kryetar komune nëse ka 2% ma pak, se s'ka rrit 50%, do të shkojnë në balotazh me tjetrin që mund ta përmbysë rezultatin. Edhe përmbysja rezultatit me arë në pyetje mërgata, me 200 vota, me ndryshu rezultatin, që nuk është në politikat e vendit. Nga jashtë ne mund të kontribuojmë, por du t'i votojmë, du t'i përkrahëm kandidat. Kosova ka nevojë të shpejtoj shumë shpejt për integrim evropiane, kemi vështirësi me gjithë buxhetin, ende Komisioni për Buxhet e Financa nuk pat mundësi me aprovu buxhetin. Prandaj kjo mund të shkon thellësimi gjendjes politike buxhetore mund të shkaktojë edhe pranverë 2026, se nëse ne ata shkojnë në zgjedhje parlamentare 28 dhjetor, ajo do merr kohë funksionimi i legislativit, derisa të merr kohë atëherë edhe ekzekutivi ka vështirësitë e veta. Kur flasim për Kosovën, për çështjen politike, nuk mund të mos përmendim edhe gjyqin që vazhdon në Hag për le të themi liderët e UÇK-s. Si e shihni ecurinë e këtij procesi gjyqësor? Ky proces ka qenë shumë birokratik dhe i pa drejt për shqiptarët. Ka qenë një proces që çdo kohë luftrat janë mba, luftrën e dytë botërore, tash në të kthehen mbrapa, në shikojnë çdo vend ka pas luftime, ka pas viktima, po nuk mund të akuzohet pjesëtar të UÇK-s se Kosova ka marrë edhe nuk ka respektu konventat ndërkombëtare. Gjitha lëvizjet edhe pozicionet e luftës Kosovës kanë qenë akordim me NATO. Tash generalët e NATO-s edhe gjithë personalitetet amerikane po shkojnë mbrojtje, derisa ata dalin edhe deklarojnë mbrojtje, atëherë ai që nuk pas ka imunitet. Ata aliat tonë kanë liru Kosovën, ndërsa përfaqësues të UÇK-s gjatë luftës ata kanë qenë shërbim të aliatëve, çoçi strategjike në aspektin e strategjisë luftarake, ka qenë mbështetës edhe një mbrojtje e tyre për bashkëpunim dhe veprimet e çoçi bombardime. Unë vetë gjatë luftës kom luajtur një rol tek diplomacia humanitare, kom lundru nga baza e Istrit, nga Franca, në kampet e refugjatëve deri në Maqedoni, kena sjellë ndihmë humanitare, kena kontribu me parlamentin, me senatin francez, me kryqin e Kujt ndërkombëtar, gjithë ato fonde i kanë hap bashkitë, depot e tyre, qendra mbrojtja civile, këna metona, këna sjellë ndihma dhe kjo përdor gjithë arsenali ushtarak për në shërbim shqiptarëve. Por ne kem qenë frontin tonë, divizjen tonë, edhe mbrojtjen e Kosovës. Në Hag do ta marrin, ta fusin renditet prokurorët që ende vazhdojnë ky proces 5 vite. Ku ti mbajsh njerëz më shumë? U teprua ajo është më të vërtet tepër birokratike. Se sistemi i BKB-s është një sistem shumë ka nevojë reformë. Vendet anëtare, kur morrin akreditimin ambasador, kërkojnë reformën. Po nuk është e drejtë vetëm 5 vende. 4 vende kanë qenë fitues të luftës botërore, e 5 ka qenë Kina që ju ka bashkangjit, edhe i kanë rezervu vendet anëtarë të Këshillit të Sigurimit. Në Këshilli i Sigurimit do të ndryshojë, do të ketë një reformë, Kombet e Bashkuara, edhe me atë sistem sot ka degeneru, Kombet e Bashkuara nuk kanë gjendje, ata nuk kanë kapacitete
edhe nuk vendosin më rezolutat e Këshillit të Sigurimit jesin formale, po nuk mund zbatohen se nëse një antar i Këshillit të Sigurimit kundërshton rezolutën, atëherë nuk mund të kalojë asnjë rezolut. Për këtë ka nevojë ndryshimi statutore edhe Kombet e Bashkuar i Këshillit të Sigurimit. Nga vëzhgimi i zgjedhjeve në Republikën e Maqedonisë së Veriut, çfarë pen ndryshe nga Kosova? Si proces? Procesi ishte i rezultateve shkon të shpejt, e kanë sistemin. Ndërsa tek akreditimet ishte vështirë. Ka ndodhur tek procesi kena vëzhguar në Shkopje. Po ato lëvizjet e forcat të sigurisë mund së bënin përshtypje shumë. Shpesh kom intervenu që të shpërndahen me sin, se nëse një moshë e re, përqindja e numrit ka qenë edhe mosha 3, 18 vjeçar për herë parë të votojnë. Nëse unë shoh në hyrjet janë forcat e sigurisë me shqirita, sekurite, përshkrimi, edhe më vjen mosha e re, thotë unë shkoj me votu, a do të më mbrojt mua, policia ka të votoj, nuk ka nevojë reformë Maqedonia në këtë drejtim. Kom bo raporte me shkrim, kom bo vrejtjet e mia në drejtim, edhe në disa qendra kanë intervenu, i kom vrejt se është absurde edhe pa ku flosëm për drejtjet e njerëzit konventat evropiane. Shkojnë forcat e rendit, kontrollojnë pjesëtarët e KQZ-s edhe i kërkojnë identifikim vetëm shqiptarët, pyesin dokumentat e ju kush jeni. Pastaj ata pjesëtarët e KQZ-s erdhën në ankun tonë. Unë kërkova një raport, kërkova komandat kthehet dhe t'i spostoj ato që ishin prezent, ka ndodhur në qejer. Pastaj në të to ka pas tjetër kulturë, ka pritja ka qenë më e mirë, por tek procesi zgjedhor kishte zona ndryshme nga njerë vështërsi, edhe kishte mungesën e trajnimeve. Trajnimet që mungojnë, trajnerët nuk kanë, nga njerë nuk kanë edhe nivelin e përgatitjeve. Do thotë për më regjistru si vëzhgues instituti, nënkryetari i Komisionit Qendror ka qenë zgjedhor shqiptar edhe ka kërkuar me fut në rendite që institutit pranohet vëzhgues. Se në periudhë parë në Maqedoni kem pas çështje. Edhe ndërkohë u bë interesant si lajm. Drejtori i televizionit Koha nga Tetova me Vejb Abdiu një kontribus i shkëlqyshëm i qesë shqiptarët, ne i pamë listat e vëzhguesve, vetëm ju i të regjistruar si vëzhgues. Çka ka ndodhur? Ja kjo ndodh pyet në sistemin e juaj. Nga raporti i fundit i Komisionit Evropian, dy vendet në këtë territorin e Ballkanit që janë më afër dhe më të gatshëm, le të themi, për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian është Mali i Zi dhe Shqipëria. E shihni edhe ju të tillë situatën e vendeve të Ballkanit? Situatën, ato kriteret janë tepërta. Kriteri u kërku shumë për Shqipërinë, me Malin e Zi. Është e pa drejtë, është e pa bazë, nëse bëhet një krahasim me vendet që janë të sup më herët, ku ka qenë proces shumë më i lehtë. Me pa kriteri në fut në Bashkimin Evropian. Nëse flosëm për Shqipërinë, ka qenë një proces shumë i vështirë, i gjatë. Edhe tash nuk do të na thojmë se ka arritëm. Në Shqipëria i ka arrit me vite, i ka arrit përshëndes qeverinë shqiptare në këtë drejtim, edhe të Malit Zi, kanë punuar dhe vazhdojnë të punojnë në këtë drejtim, po përse përket procesi ka qenë shumë birokratik, ka qenë edhe nga njerë i pa drejt, torturohen vendet e Ballkanit Perëndimor, që na jemi pjesë gjeografike dhe Bashkimit Evropian, Evropës gjeografike. Ndërsa këto tjera uroj që përvoja e shtetit shqiptar, ato gjithë ekspertë, grupe ekspertësh, që kanë punu për antarësimin e Shqipërisë, ato procedurat gjitha që kanë kalu, çfarëzohen edhe për Kosovë, për Maqedoni, për Malzi, përvoja tyne, që tjetë udhërrefysje edhe Tirana për Bashkimin Evropian, që bashkarisht vendet e Ballkanit Perëndimor do të shkojnë drejt Bashkimit Evropian. Jo njerit vrapojnë anat, vrapojnë politika e Bashkimit Evropian që gjithë Ballkanin Perëndimor të antarësojmë Bashkimin Evropian. Po është me keqardhje vështirësitë politike, Kosova ende s'ka filluar ende negociatat. Le themi, si e shfrytëzove kohën këto ditë dhe këtë takove këto ditë
nga udhtimi për në Kosovë në Shqipëri? Unë t'i kthejem edhe Tetovës, isha nga Universiteti Tetovës, u takova me rektorin, kem sjell një kontingent me libra, 4.000 ekzemplar kanë arrit libra për Universitetin e Tetovës, përshëndes si presidentin e Parlamentit Gjenevës Erik Levra, një kontribus i çështjes shqiptare, ato gjatë jetorit do të procedojmë gjitha. Përse përket Kosovë, kem bërë dhe shumë vizita, jem pritë nga sindikatet e policisë, drejtoria përgjithshme e policisë, nga komunat e Kosovës, kem bashkëpunu me pushtetin lokal, me nivellet e federatave sportive, e kem një aktivitet shkëlqyshëm edhe me Komitetin Olimpik, përballë kësaj me komunën e Vitisë dhe komuna franceze San Julien, ka qenë një delegacion me mosha të reja. Edhe ndërkohë unë isha prezent në Kosovë, i marrë ata, i vënë kontakt me një shkollat e Prizrenit. Edhe me Prizren hapet kapitull të shkëlqyshëm, pastaj me 2 komuna po firmoset një memorandum bashkëpunimi për binjakzim shumë shpejt para fund vitit. E këto janë që na gëzojnë neve, na bojnë fort. Një nga shkollat franceze shumë shpejt do vi me 3 pedagogë, do shikoj mundësinë e bashkëpunimit pedagogjik me shkollat të Kosovës edhe të Maqedonisë. Uroj që mes Shkodrës edhe Ulqinit të hapëm edhe një kapitull në pranverë 2026. Për çfarë bëhet fjalë? Mund bëhet fjalë për shkëmbim përvojash mes komunave, edhe për çështjet e shkëmbimit në aspektin e kulturës, të arsimit, përvojave administrative, zhvillimit ekonomik, do jetë shumë interesant. Uroj që pranvera 26 komuna Olqinit me ansambles, një pjesë të ansamblesve me kryetarin, të vizitojnë Zhenevën edhe komunat franceze, ne jemi gatshëm, ju bojmë ofertën publike, edhe urojmë 28 nëntorin, edhe komunës Olqinit, edhe shkolla shqipe, shkolla është më e rëndësishme, që edhe biblioteka Olqinit, ambasadori juaj në Prishtinë kom taku kur ka marrë mandatin, më ka kërku ju lutëm, në ndihmoni edhe bibliotekën e Olqinit ta pasurojmë, në drejtim jem të punu me lobimin maksimum e do të bojmë për vendin, për trojtë shqiptare. Do thot aspekti akademik edhe ai edukativ është ai që ju fle më shumë, apo jo? Aty e keni vëmendjen më të madhe. Po aty, nga aty lëvizin citatët. Kur të punojmë këtë drejtim, kur të përgatisëm, du të mendojmë për shkollat profesionale, mes mendojmë vetëm të mbarojmë kolegjet apo studimet akademike, edhe mes t'i kthehemi profesioneve. Edhe në këtë drejtim jemi të lobu që trekonshi akademik me strojeve shqiptare të funksionojnë në drejtim që sprako ta kem një bord bashkëpunimi mes universiteteve publike dhe private. Në dhjetor organizojnë një pritje pritna përsëri nga Universiteti Luigjë Gorakushi, edhe do mbajmë një ligjëratë aty para studentëve. 28 nëntori, si ditë dhe si datë, ku do ju gjej? Në Bashkimin Evropian. Se unë do jem në Shkup, do jem në Prishtinë, do jem në Tetov, do jem në Ulqin, do jem nga distanca, por me kënaqësi do kaloj mesazhet e mira, solidaritetit, mirëbesimit, mirëkuptimit, tolerancës tek familjarët, që të kujtojmë edhe pleshtat të moshurit, të mendojmë edhe për ta, të mendojmë moshat e reja, të mendojmë për parashkollorët, do të mendu pushteti lokal, do të mendojmë edhe tek partneriteti publiko-privat që qerdhet favorizohen, që qifti kur kanë punën, më kufizohen me shku në punë, s'kan mundësi me shku në punë, s'kan kolon fëmijën në qerdhe. Edhe për këto tema i kem diskutu në Shqipëri, i kem afru mundësi në komunës Vaodejes, u prita nga kryetari bashkisë, nën kryetaria për ka marrë përsi për me dhejsh programin e bashkëpunimit, i kom ftu në dhjetor për ditën e drejtat njeriut dhe dhjetorin 2 përfaqësues nga bashkia Vaodejes, nën kryetaria vjen Aleksandra Gjoni edhe një këshilltare ligjore, do vinë pritën nga Parlamenti Gjenevë, do të shikojmë 2-3 komuna franceze, helvetike nga Gjeneva, cilat kanë mundësi me fillu një bashkëpunim me një komunë periferike që so Shkodra. Edhe këto
na fokusohem vazhdimisht, morëm zonat cilat nuk janë qendrat e politikave lokale, po dhe ato periferike. Dhe takimi me prefektën e qarkut të Shkodrës, në forcojmë dhe forcë që duhet me mbështetë teritorin shqiptar dhe ajo ndi shumë mirë, i propozova agenda diplomatike nivel mes vende me Francën, me Zvitrën dhe nivel multilateral me Bashkimin Evropian që të pritet edhe nga kabineti komisarit për çështjet e sigurisë dhe menaxhimeve të emergjencave, të këto situata të vërshimeve, do të më qenë solidar edhe në të aspekt po kontribuojmë. Jom në kontakt nga Molizi, ko morë pjesë me një ngjarje të shkëlqyeshme në pej nga sindikatat e policisë Kosovës, që do thot me sindikatat e policisë Molizi, vetëm këna fillu biseden, na kanë kërku me bo një viziokonferencë nga distanca, që me fillu një harmonim edhe bashkëpunim, t'ju afrojmë mundësin bashkëpunime, t'i zgjerojmë nga pak, po në gjitha vendet edhe teritoret. Ju përgëzoj për gjithë angazhimin edhe le të themi për gjithë gjërat e mira dhe pozitive që bëhen për gjithë komunitetin shqiptar kudo që janë. Faleminderit që ishe sot me ne, edhe që çdo herë le të themi bisedat tona janë informuese edhe lidhin më shumë shqiptarët kudo ku janë. Ishte ndjerë dhe mirënjohje për kontributin e ju, një dritare për Mërgatën, për shqiptarët ku gjenë, edhe për mes transmetuesit televizionit Teuta, përshëndesëm gjithë ata ku janë deri në Shtetet Bashkuara dhe Bashkimin Evropian, që kjo dritare është e hapur për të gjithë dhe ju uroj shëndet, mbarësi, e ta kaloni sa më mirë me programe, me diversitet, me promovimin e bashkëpunimeve ndërkombëtare. Uroj që bashkëpunimin mes Shkodrës dhe Ulqinit të një pjesë përbërëse e agendave. Ulqin Shkodër vlla motër e kemi thënë këtu gjithmonë. Faleminderit. Faleminderit ambasador, kënaqësi që ishim së bashku.